Fshatrat Sojev, Dardani dhe Zllatar të komunës së Ferizajt ditëve të fundit janë bërë cak i hajdutëve. Njëri ndër banorët e shumë të këtyre fshatrave të cilët kanë shprehur shqetësim për këtë është edhe Habib Sojeva nga fshati Sojev i Ferizajt, të cilit 3 ditë më parë i është vjedhur një vetur e tipit Golf 4 në garazhën e tij. Mu ma kanë morë Golfin 4, shtu në garazh, ku është Golfi koqë, ma kanë morë me 12-in, qysh kemi marë informata pak bazë da kamerave që e kanë po kjerin, kur ka dollën, është dikun ka ura 4, pe 4 dhe 4:20 qëtu, me gjesë. A keni në kamera këtë? Jo, është kamera ka shive këtë, pak ma nartë, që shive kur ka një Mercedes me gjyrë zezë, është për cilje tina, qka që ma shumë s'kemi informat. Policia ka nërë, këtë s'ka nërë me gjallët, vetëm ka nërë kur kjeri u gjithë të moli dhe sene që i ka shkarku atë, i ka shkarku do zingjirët kjerit, një libër sigurimit atë e kalon, edhe kemi shku aty, kemi thirë, ka nërë policia, po neve në ka nërë këto s'jam dëshmi. Do më i kemi gjithë se njeri që në ka lejmu, në ka po Golfin aty kur ka dalë, se konë të bo aksident aty. I kemi thirë policia, janë vanun kanar, kur kanar ka nësë janë dëshmi këtu. Do më që sa kompona milicijës nuk e interesant për këtë punë. Në po të njëjtën datë, hajnat kanë hyrë edhe në autoservisin e Halil Sallahut nga fshati Dardani. Nga aty Sallahu thot se është vjedhur një laptop në vlerë rreth 1.300 euro. Toni kanë marrë laptopin me diagnozat tjera, komplet. Çfarë lire ka ajo? 1.300 euro, të mas pakti. Kur kanë ndodhur? Me 12. Qatë natë kur u thyja atina që kanë marrë Golfin, i kanë marrë edhe këto programat. Këto vetëm me këshin këpu drynin me donat armaturës, kanë i mrena vetëm programin me kabla me sërë tjetër, sen kur gjosë këshin prejkë. Ka po sene ma të lersh me qera, po ju ka vyjtë zërë vetëm aja. Allah, s'ka ndodhë korë pi natë të 3 se kemë qelë, korë s'ka ndodhë me thuj. Ma shumë i natin e ka bon, sa që na kanë marrë ato. Se ato i marrë ma peta, ma problemi, e kom pas një kërë 7 mjerë këtu, fati që ato se këshin marrë, me qelë sa me ketë. Ata ishin kontë interesun për laptop, për programa, e garant me që ato senet na kanë dollë, që ato janë për me këshyrë kjerët defekte, senet kanë morë me ato me këshyrë me thuj kjerët qera, ku me di që bojnë. Shakan që këne nga biznise, një djole ka të pazare që tje ku një lokal, thasë jam të fjetë pjasë e të heqë. Ndërsa përfaqësuesit e fshatit Sojev dhe Zllatar thonë se policia duhet të shtoj kontrollin në përfshatra, pasi sipas tyre ka muaj që në përfshatrat e tyre nuk kanë parë ndonjë patrull të policisë. Është rritë shqetësimi banorëve për sigurinë dhe unë bëj apel të organet kompetente që të morrin masa, nga se këto fshatra janë larg nga Ferizaj dhe duhet më shumë të kenë patrulla policia dhe në këto fshatra, zona orale, nga se shumë larg jem nga Ferizaj dhe duhet ketë siguri më të madhe. Ky është një shqetësim shumë i madh, për arsye se pas një serie të vjedhjesh që ka ndodhur diku para 3-4 muajve dhe kështu çdo 4-5 muaj fillon ka një seri vjedhjesh. Ky është një shqetësim shumë i madh për fshatarët, për arsye se ata s'po janë sigurt, as milion shtëpi vet, po edhe kur janë vet në shtëpi janë të rrezikuar dhe kjo është shqetësim i madh. Sa i përket mendimit tonë është se patrullimi është shumë i vogël. Mendojmë patrullimin në për fshatra, që jo patrullimi shtu, dhe besoj që duhet me morë mosa sa më të shpejta, për arsye se mund me ndodhë dhe më keq. E në policinë e rajonit të Ferizajt thonë se janë në dijeni për këto vjedhje, mirë po deri më tani nuk është arrestuar asnjë dyshuar për këto raste. Janë të raportuara në polici dhe ne ndjejmë shqetësimin lidhe me këto raste të vjedhjeve të fundit në fshatrat të cilat i përmend. Policia kuptohet është duke punuar në këtë drejtim, na ka shuar hetuesit. Policia gjithmonë kuptohet mundohet me kryer punën në mënyrë sa më profesionale. Pasi që nuk jem njoftuar konkretisht me vërtetjet e tyre, kisha lutur qytetarët që në rastet të tilla të vinë dhe të raportojnë në rastet dhe ne do të shqetësohemi se mos ka pasur ndonjë shkelje gjatë kryerjes të këtyre rasteve, vendshqetësimeve të rasteve dhe besoj që nuk ka më ndodhur nëse vërtetohen se janë të sakta.
Sipas policisë së Kosovës në Ferizaj, gjatë këtij viti në këtë zonë janë zbuluar 6 raste të vjedhjeve.